Ndronte në kohën kur ishte president, ishte shumë i vendosur tek gjëja që bënte, ishte një njeri me autoritet, njeri që dukesh kaq shumë i vendosur, ishte një njeri mbi palët, mendoj unë, dhe për të tillë ka nevojë Shqipëria, për njerëz që janë mbi palët, ndërsa pastaj nëse do të themi një figurë tjetër socialiste, do të thosha kryeministrin e Shqipërisë, të ta thash arsyeën për faktin se si ai reformoi të majtën shqiptare dhe se si Edi Rama është idhulli yt. Jo idhulli, jo, tani mos e thuaj këtë gjë. Po çfarë? Po mos e thuaj, pse duhet ta çojmë te idhulli direkt? Se tani ti do që Kjo është pyetja ime. Po jo pra, ja ta them. Është pyetja ime. Edi Rama është politikani shqiptar për cilin nuk kam një vlerësim të jashtëzakonshëm. Dhe ta thash arsyeën sepse është jo idhull, po vlerësim kjo është një shkallë më lart. Vlerësim të jashtëzakonshëm. Po kjo është një shkallë më lart. Po nëse do ta marrim nëse është një shkallë më lart, një shkallë më lart. Po idhull pra, pse kështu tani? Edhe ke model Alfred Mojsiun, edhe këtu po më rrotullohesh këtu. Idhull njerëzit kanë vetëm Jezu Krishtin të krishterët dhe profetin Muhamedit muslimanët. Jo, ato janë idhull mbi idhull, po jo ka idhull, un kam idhullt e mi në gazetari, në politikë, pa diskutim. Po mirë, gabim. Ja pra, un ta thash. Idhulli yt është Edi Rama. Tani nëse ke hall kështu se të thonë që pse ke idhull Edi Rama? Po jo, shiko, nuk është se ka ndonjë gjë të keqe. Idhulli im është çdo person që punon për Shqipërinë, që kontribon për Shqipërinë dhe që Shqipëria nesër pas nesër të jetë një zonjë e vërtet në arenën ndërkombëtare dhe të shihet me respekt nga gjithë të tjerë. Nëse e do idhullin, tamam. Ky është modeli politikanit që unë kam idhull. Okej. Që punon për Shqipërinë. Cili është mendimi yt Dasha për Sali Berishën? Nuk është se kam ndonjë mendim specifik për Sali Berishën. Mendoj që është një person që solli një ndryshim në Shqipëri, person që arriti të dinte se si ta menaxhon televizin. Ke fjalën për 1990? Studentore, po, të 10-torit. Po. Merita e tij është fakti që arriti, siç e thash, ti drejtonte studentët për të rrëzuar një nga diktaturat më të egra të Europës, siç ishte diktatura e regjimit komunist në Shqipëri. Kaq. Ky është mendimi që kam unë për Sali Berishën, pastaj. Po jo, tani ai është kryetari i Partisë Demokratike, më ndoshta, tani ai në politikë ku je? Qoftë me shëndet nëse është kryetari i Partisë Demokratike, po unë s'kam mendim për të. S'ke mendim për kryetarin e Partisë Demokratike? Nuk kam mendim. Po si do futesh në politikë? Si je në politikë ti kur ti s'ke mendim për kryetarin e opozitës? Po nuk kam mendim. Nëse ti do që të them unë një mendim. Jo, unë të detyroj dot. Nëse ti do ti thua çfarë duash, mos thua çfarë duash. Po unë të kam ftuar këtu për të mendime, jo, por unë s'kam mendim. Po pra, nëse ti do që unë të them një mendim, është një njerëz që nuk i qëndron atyre gjërave që ai thot. Ky është mendimi im për të. E kuptova. Tani, Dasho, të flasim diçka për jetën tënde personale. Ti nga je? Unë jam vlonjat me origjinë, po? Por emrin e ke Dashnor, ë? Po. Ç'ke këtë emër Dashnor? Dashnor është emri që ka pasur xhaxhai im i ndier. E ke vënë emrin. Dhe unë e kam marr nga ai këtë emër dhe jam krenar që mbaj emrin e tij sepse ai ka qenë një djalë shembullor, siç e përshkruajnë të gjithë. Dhe unë jam krenar që mbaj emrin e tij dhe çdo ditë përveç çdo gjëje luftoj që emrin e tij ta mbaj me sa më shumë dinjitet edhe Çfarë pozite ka pasur? Ka pasur dhe pse ndroi jetë? Ndroi si pasojë një aksidenti, vdiq shumë i ri. Unë s'kam arritur ta njoh. Te 20-at ka ndruar jetë. Unë s'kam arritur ta njoh, por të gjithë ata persona që e kanë njohur dhe që më njohin dhe mua sot, më thonë që ai ka qenë një njerëz që vërtet ishte për të marrë shembull dhe kjo është gjë që thot babai, mamaja? Babi më thotë që thjesht përpiqu që ti të jesh vetvetja sepse këtë do donte dhe ai për ty. Ti je me origjinë nga Vlora. Prindët e tu dhe ku jetoni? Ku jeton? Jetojmë në Lushnjë. Po? Jetojmë në Lushnjë. Pse në Lushnjë? Pse keni nga Vlora dhe shkoni në Lushnjë? Keni shkuar në Lushnjë? Po arsyet nuk është se ka arsye specifike, domethënë pse kemi lëvizur këtej andej. Por që ka nikur prindërit e tu apo gjyshe? Prindrit. Prindrit, edhe nga Vlora, nga cili vend i Vlorës? Nga Borshi. Nga Borshi, ë? Ti nga Borshi? Po. Si të lësh Borshin e ti kish në Lushnjë i fortë je. Po s'ka lidhje, unë kthehem në Borsh.
Si kthesh në borxh? Kthehem në Por borxh. do shjedhën atje borxhin, gjithë duan të vetë në borxh të ikën në borxhin. Po dhe unë kthehem në verë në borxh. Kur duan. Po në Lushe Kuni, qytet? Po. Po dhe me çfarë merren prindët tu, Dasho? Prindët e mi punojnë në sektor privat. Biznes. Po. Punojnë në sektor. Ti je student? Jam student. Ku? Në vitin e dytë në Universitetin Evropian të Tiranës. Për çfarë? Për drejtësi. Dasho, se mos na shkon edhe nga spakura. Merri magjistraturë edhe e ke synim të shkosh në këto institucionet e drejtësisë? Po nuk i dihet se si do na vi, se do na. Jo, po ka një kështu atje te formulari. Nëse e marr nëse e marr me partitë, i antari i partisë, ke aktivitete politike, po patjetër duhet të kesh 5 vjet që nuk përfshihesh në. Po pra, kështu që me fjalimin atij. Për momentin nuk është se, po derisa të marrë në shkollë, marrë magjistraturën, ka kaluar 5 vjeçari nëse do ta kem synim, por për momentin nuk është se e kam synim magjistraturën. Po kështu e ke dëshirë të jesh pjesë e SPAK-ut, po të them kështu. Shikoj, pjesë e SPAK-ut është një prokurori speciale që do ta marrë funksionin dhe do pushoj së funksionuari normalisht kjo gjëja, se do pastaj kompetenca do t'i rikthehen prokurorisë. Dhe se din se mund ta mbajmë prapë, mund ndryjnë amerikanë thonë zgjat mandatin ose zgjatë prapë të strukturë dhe ka. Po amerikanët nuk e din ku janë për vete, pastaj. Se di këto, çfarë thonë? Më vërtet se din ku janë, Por që ndoshta edhe mund të zgjatet mandati i SPAK-ut, ndoshta edhe mendoj që ajo është një prokurori që lindi si pasojë një nevoje dhe kur nevoja mbaron dhe ajo do të pushojë. Jo, dakord, pas aspiron ti, imagjino ti je prokurori i SPAK-ut, Dasho e Izaj, dhe i ke gjithë këta politikanë, gjithë këta, domethënë janë kështu të tulatur përpara teje. Shiko, unë nuk dua të kem njëri të tulatur përpara meje. Dhe me thënë nuk e dua këtë gjë. Tani ti ke edhe një aktivitet tjetër si arbitër. Çfarë arbitri je? Po jam arbitër futbolli. Po arbitër futbolli, po çfarë kategori? Në kategorinë e dytë. Me thënë, do të kemi Super League kategori të parë, ti je e dyta? Po, të kemi. Që nga fund megjithëse ti je shumë i ri. Po unë shumë i ri. Po ç'a arbitron aty? Po çdo javë ke arbitrat? Do të thënë jam çdo javë në aktivitet, sa tek moshat, sa tek ekipet, po, sepse normalisht jam në kategori. Po edhe me të rriturit. Po, dhe me të rriturit. Po ti si bëhet futboll aty ato? A ke frikë atje se ato mund të jenë dhunë shumë mund të jenë? Po nuk kam dhunë në futbollin shqiptar. S'ka dhunë në futbollin shqiptar. Po Dasho nga vjen ti më burse, nga Obama tani s'ka dhunë te futbolli shqiptar. O Dasho, çfarë thua më bur? Ata rrihen në Super League, jo në kategorinë e dytë. Unë s'kam parë ndonjëherë që të rrihet njëri në Super League, ti e ke. Ti s'ke frikë, të thon ti arbitron dhe s'ke asnjë. Po normalisht. A ke pas incident? Asnjë incident. Fare. Ua. Po më habit. Tani për një ndeshje që ti arbitron, sa lek merr? A tani rrogën nuk e them. Çfarë thua? Po tani bie telefonit, unë marr një shokun tim në federatë them sa paguat arbitrin në kategorinë e dytë. Tani thua tani se është turp tani, edhe këtë nuk të thuash. Merr edhe pyete. Nuk Po e pyet se ç'ke me të? Se s'është sekret. Është sekret? Po mos është sekret, po unë nuk kam dëshirë që ta. Sa paguhesh ti për një ndeshje që arbitron? Varet nga ndeshja. Ndeshja skrapari përmeti. Ke gjetur ndeshjet kategorisë së tretë. Të dytë mo? Është e tretë. Po mirë, Kuçova me po themi Kuksin. Kuksi është në kategorinë e parë. E parë. Prapë se ke gjetur. Po mirë, po tani do shikojmë ato vetëm ti. Po mirë, po një ndeshje tjetër, luan përmeti, kot. Po shiko, varet nga ndeshja, varet nga rëndësia e ndeshjes, ka shumë. Po ja pa luajti ndeshjen përmeti me Devollin. Nuk luajnë dot se janë njëra kategori të dytë, njëra kategori të tretë. Tani leri këto pirueta tani. Një ndeshje që luan përmeti, sa paguhet? Po varet pra se me çfarë luan, çfarë kategorie luan përmeti. Përmeti kategorinë e dytë në Super League, përmeti luan në të tretën për shembull. Po nuk është shiko, ne marrim tani, ne kemi, ta thash, ne kemi një pagesë në bazë të ndeshjeve dhe pagesa është e kënaqshme për punën që ne bëjmë. Po sa pak 50.000 lekë vjetra? Po jo, mëse nuk është aq. Sa? Është më shumë. 100.000. Se aq. Okej, aq është. Aq është 100.000. Aq është. Të vjetra, vetëm ti, po ansorët? A nuk e di, nuk i futem llogari. Ore Dasho, kështu do bësh karrierë politike. Ti s'tregon, ti thua asgjë. Synon të do të rritesh në kategori si arbitër? Po patjetër, se është diçka. Dhe Super League, është diçka që unë e bëj me pasion. Po ka dhe më lart Super League, ka dhe FIFA. Synon? Po patjetër që po. Çfarë si është kjo? Po kështu i bën bisht këtyre, po përdridhesh pyetjeve, po përdridhesh. Lari këto tani. Nuk të përdridhem pyetjeve. Kështu nuk e di se më ke këshilluar. Po në FIFA kërkon ti si po themi e përmirëson veten në arbitrim se nuk është edhe aq e lehtë, Shiko, ne
arbitrat për të kaluar pak te kjo pjesa e sportit, domethënë gjë që cilën unë e bëj me shumë pasion, dhe nuk e bëj me asnjë lloj detyrimi, domethënë. Ke luajtur futboll vetë apo? Nuk kam luajtur shumë pak. Me kë ekip? Me ekip amator në Lushnjë, po. Shumë pak. Dhe normalisht ne stërvitemi çdo ditë, kemi përgatitje fizike, kemi po patjetër, kemi përgatitje teorike, se normalisht siç lexon ai gjykatësi ato rregullat dhe jep gjykimin që thot në bazë të kësaj, dhe ne kur japim një vendim duhet që të kemi parasysh rregullat tek cilat bazohemi për ta dhënë këtë vendim. Pra, është faull, pse është faull? Sepse ka penguar etj dhe gjëra të tilla, është penallti, pse është penallti, është sepse normalisht që arbitrat janë një nga profesionet më të gjykuara, dhe kjo gjëja është e ditur sepse janë përballë televizorit, njëri mund të ketë një mendim ndryshe sepse nuk është diçka fikse, është diçka që lë vend për interpretim gjithmonë, por që fal programeve që Federata Shqiptare e Futbollit ka për ne, mendoj që sot arbitrat shqiptar janë të një kvaliteti jashtëzakonisht shumë të lartë dhe mendoj që shumë arbitra shqiptar nesër pas nesër do të jenë në... Kush është modeli yt si arbitër, se nuk po them politikanë, se aty më bëre bisht. Tani këtu mos më përdrit këtu tani. Kush është modeli yt i mirë si arbitër? Qoftë shqiptar, qoftë i huaj. Po, i huaj, nëse që ta marrim, domethënë kështu. Se fillon nga jashtë. Nga jashtë brenda, po, ashtu e kuptova. Jo nga brenda jashtë. Për ta filluar nga jashtë, do të thosha që ka shumë arbitra të mirë, por aktualisht që është arbitër aktiv, më pëlqen Clement Turpin, është francez. U zgjodh arbitri më i mirë në botë. Jo këta italianët, ë? Jo. Italianët arbitrojnë njësoj si shqiptarët. Aty në Paris Saint-Germain si shqiptarët, ë? Italianët arbitrojnë njësoj si shqiptarët. Jo se s'më pëlqejnë. Po thjesht kemi të njëjtën nivel arbitrimi dhe nëse do ta krahasoja një arbitër shqiptar me një arbitër italian. Pse ai francezi aty apo vetëm Paris Saint-Germain është ekipa? Ata të tjerë janë kot. Arbitra duken kur gjykojnë në Champions League në Europë. Po pra, aty duket niveli. Ai ndeshja ai në Champions tani, ajo ndeshja vendos. Ata të vështirë janë ata kampionat italian dhe spanjoll, ata dhe anglez. Këta treja. Tani unë mendoj që është Clement Turpini. Më them thuaj emër. Okej. Po tani këtu nuk janë mbledhjen e PS-s këtu. Këtu janë në emision, janë të bën pyetje kundër pyetje. Po pse në mbledhjen e PS-s si mendon ti se i? Po s'flet njëri, ti flet vetëm Rama dhe mbaron. Ke gabim. Pse bë? Ke gabim. Dasho. Ka ndonjëri këtë gjunë njëti që i ka bërë në vreti Ramës ose kundërshton Ramën? Nuk do të kthej përgjigje kësaj pyetje, po do të them që e ke gabim, që mendojnë që ne nuk flasim dhe kundërflasim me njëri tjetrin në mbledhje. S'di kemi gjëra, që kemi kot ne gazetarët, pastaj s'di kemi që në PS u bë kanamin PS atje me demokratizimin e partisë. Po patjetër që po. Shkon Shqipëria në botror? Kemi ndeshje shumë vështirë në fakt përballë Polonisë. Mendoj që po Shqipëria ja del shkojnë në botror. Edhe me Poloninë, edhe me Ukrainën, qofse. Me Poloninë dhe mendoj që do përballet me Suedin në finale dhe ka për ta mundur Suedin. Dhe Shqipëria do të shkojnë botror. Do të thonë jo Ukraina. Jo Ukrainën, se mendoj Ukrainën. Po me Poloninë thotë ti Poloninë patjetër që do ta. Kush është futbollisti më i mirë kombëtar për ty? Mario Mitaj. Mario Mitaj, ë? Mario Mitaj. Të drejtë ka, shumë interesant. Po si ka unë si luan atje në Azi? Në Arabi. Po në Arabi, në Azi. Kampionatin arab. Po, në kampionat. Po mendoj që Mario Mitaj pavarësisht hyjeve që ka atje, jo Benzema e tjera, prapë është kampionat. Nuk është, po të ishe në Evropë, se është i ri. Po. 22 vjeç mos ka bëj, ë? Po, shko, Mitaj është një lojtar shumë i mirë mendoj unë dhe është një nga mbrojtësat më të mirë që ka kampionati arab. Pra kampionati arab është një kampionat në Azi, nuk është njësoj si në Evropë. Shumë, po mendoj që edhe në Europë po të vi, ai do bëj shumë mirë edhe këtu. Kështu mendoj unë. Në media si e ke raportin tënd me median shqiptare? Shqiptare, jo amerikane, se ti fillon nga... Shumë mirë. Fillon nga jashtu aty. Po, fillon nga jashtu. Shumë mirë. Mendoj që raportin me median e kam shumë mirë. Nuk është se para kam biles, një kuriozitet është që ky është emisioni i dytë që unë dal. Ku ke qenë i pari? Tek Shqipëria Live. Kam qenë në emisione të tjera, po... Te Shqipëria Live te Sidorella? Te Sidorella. Në Top Channel. Në Top Channel, po. Dhe mendoj që kam një raport mirë me median shqiptare, por e vetmja gjë që mendoj unë që media në Shqipëri duhet bëj, do të thosha që shoqëria shqiptare ka shumë urrëtie brenda vetes aktualisht. Dhe urrëtien më të madhe e pasqyron politika.
Domethënë ne shohim se si jo vetëm unë që u sulmova, por si politikanë të ndryshëm sulmohen me një lloj gjuhë urrëtie, që mendoj që kjo gjëja duhet të ndalojë dhe çdo person që guxon të futet në politik merr parasysh që do të ketë ndonjë normalisht që do të ketë sulme, por një gjuhë urrëtie. Do të jetë i veshur si ata romak, ato legionarët romak me helmeta, me gjithçka metalike. Sulmet e kundërshtarit duhet presi dhe sulmet që vinë nga publiku. Dhe kjo urrëtie nuk është as pak e mirë dhe media mendoj unë ka një rol shumë të rëndësishëm për ta shuar këtë urrëtie që ka populli ndaj politikës. Po brenda Partisë Socialiste ka xhelozi? Tani ku nuk ka konkurrencë, nuk ka përparim mendoj unë. Tani përgjigju pyetjes time, jo pyetjes tënde. Unë thash, a ke xhelozia të vënë stërkëmsha? Dasho, mos më përdrit këtu dasho, se si janë mbledhje PS-s. Dhe unë po të them, ku nuk ka konkurrencë, nuk ka përparim. E kishe të shkruar këtë? Jo, është i fikur telefonit. Po lej këtë dasho. Dasho, prisja ti ishe më i drejt për drejt, nuk je aq i drejt për drejt. Tani unë mendoj se kam qenë shumë i drejt për drejt. Jo, i drejt për drejt nuk e qenë, jo, lej këto tani. Të kanë instruktuar kështu që përse nuk e ikur jashtë si shumë të rinj? Shiko, kam kuptuar që ikja jashtë vendit është alternativa e fundit fare. Si që kam thënë, unë jam pranuar disa shkolla jashtë, jam pranuar disa shkolla në Shtetet e Bashkuara në New York. Je pranuar aty? Po, patjetër që jam pranuar. Do thënë, të ka dhënë okejin për të drejtën studim? Jam pranuar si student me bursë të plot. Studimi në New York. Në cilë universitet? Se varet çfarë universiteti ke? New York. Çfarë universiteti? Më thuaj. Pra, New York City University. E kupton? Për çfarë dege? NYU është universiteti për shkenca politike. Dhe ti nuk vaje? Dhe nuk shkova, zgjodha të mos shkoja. Po pse nuk shkova? Sa ishte viti atje për për shumë arsye, mesa viti është diku tek $65,000. Po i kishe ti $65,000? Unë e fitova me bursë të plot pra. E fitova me bursë të plot. Po. Pra, fitova në disa universitete të tjera, jo me bursë të plot, me gjysmë. Edhe nuk shkova. 30%, por zgjodha që të mos shkoj, zgjodha që të jap një mundësi vendit tim të arsimohem këtu. Ti japësh ti mundësi vendit tënd? Po, të jap një mundësi vendit tim. Ti, vendit tënd? Ti japësh ti Shqipërisë? Po, sepse shumë të rinj nuk po japin mundësi në vendit për të kuptuar se sa vendi mund të japi atyre, pjesën e shkollimit, pjesa e punësimit etj. Sepse nëse të gjithë mendojnë që të ikin nga Shqipëria, atëherë çfarë do të lëm pas dhe çfarë kuptimi kanë njerëz të tillë na duan dasho. Thuash njëri një kohë. Po unë përpiqem të edukoj vetes dhe shokëve të mi që është shumë e rëndësishme se çfarë ne bëjmë për vendin dhe të mos të presim shumë që vendi na japi ne. Duhet jemi ne ata që luftojmë për ta ndërtuar vendin dhe për t'i dhënë